Po Linda, po besoj që shikuesve të televizionit, qytetarëve të Republikës, ju kujtohet, por edhe nëse jo e sjellim tani ne deklaratën e Venkateçvari Alajendrës, që është kryembrojtësja Jakub Krasniqit në procesin më të madh gjyqësor të dhomave të specializuara, kur më 18 korrekt të vitit 2024 i kishte quajtur gënjeshtar Bislim Zyrapin, dëshmitarin e prokurorisë specializuar, i cili kishte dëshmuar për 3 javë të tëra, pra në 12 ditë dhe në 3 javë në rastin e madh Thaçi dhe të tjerët, e që është edhe dëshmitare prej më kryesorëve dhe del të jetë qendrore i prokurorisë specializuar dhe Venkateçvari Alajendra, e cila tashmë në transmetimin direkt me 45 minuta vonesë, por që për momentin është në një pushim, e ka risjell edhe një herë në vëmendje këtë, por e ka lutur sërish trupin gjykues në fjalën përfundimtare të mbrojtjes së Krasniqit që të mos bie pre e gënjeshtrave të Bislim Zyrapit, i cili ka qenë shef shtabi shefi i shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, kur vije fjala për ta cilësuar Jakub Krasniqin si personi i cili në cilësinë e zëvendës komandantit të përgjithshëm e ka zëvendësuar Azem Sylën kur ai ka qenë jashtë vendit, çka e bën do të thotë Krasniqin menjëherë përgjegjës për veprimet të cilat janë marrë në mungesë të Azem Sylës në territorin e Kosovës, çka njësoj sikurse gjatë korrikut të vitit 2024, edhe sot Alajendra thotë se diçka e tillë nuk është e vërtetë, sepse Krasniqi nuk e ka zëvendësuar asnjëherë Azem Sylën dhe i vetmi person i cili ka pasur një fuqi të tillë ka qenë shefi i shtabit të përgjithshëm, pra Bislim Zyrapi, i cili në këtë cilësi ka dëshmuar edhe në këtë proces gjyqësor dhe si të tillë ka njohur të gjithë, dhe arsyeja vetme sepse Zyrapi ja ka atribuar Jakub Krasniqit një rol të tillë, një përgjegjësi të tillë komanduese, sipas Venkateçvari Alajendrës, është për ta pastruar veten e tij. Natyrisht se Alajendra edhe më herët, pra para pak minutash kur e ka nisur fjalën përfundimtare, ka përmendur edhe një fakt tjetër, mirë po kësaj here duke mos e quajtur gënjeshtar Zyrapin, kur thotë se ai ka marrë urdhra, pra ka shkruajtur urdhra vetëm pas konsultimeve me Azem Sylën dhe asnjëherë nuk është konsultuar. E ka pranuar edhe vetëm Jakub Krasniqin për lëshimin e asnjë urdhri dhe asnjë komunikate, ashtu sikurse pretendon zyra e prokurorit të specializuar se edhe në cilësinë e zëdhënësit të UÇK-s, Jakub Krasniqi është konsultuar para lëshimit të urdhrave, e gjithnjë sipas zyrës së prokurorit të specializuar këto urdhra i atakonin pra kundërshtarët politik dhe bashkëpunëtorët e armikut, sikurse thot prokuroria e specializuar, të cilët kanë qenë pre e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përveç kësaj, Venkateçvari Alajendra gjatë ditës së sotme, pra në fjalën e saj hyrëse, ka ndarë 2 pika kryesore në të cilat mbështetet dosja e mbrojtjes së Jakub Krasniqit, dhe ato janë provat të cilat janë gjetur dhe sekuestruar nga vetë rezidenca Jakub Krasniqit në njërin anë, dhe po ashtu provat që vijnë nga autoritetet serbe në anën tjetër. Sipas Alajendrës, pra faktit që nga Jakub Krasniqi janë gjetur provat të cilat ai nuk i ka shkatruar, kjo tregon se ai thjesht është i vetëdijshëm për pafajësinë e tij, sepse ka mundur të shkatrojë ato prova, dhe arsyeja sepse Krasniqi ka mbajtur në fakt dokumente në shtëpinë e tij është bërë publike qysh në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për krimet e luftës në Jugosllavi, ku Jakub Krasniqi atë botë ka qenë dëshmitar dhe ka treguar që është në punim sipër të një libri, që është libri pra i Krasniqit Kthesa e Madhe, dhe për ta shkruar këtë libër është dashur që të konsultohet me materiale të shumta, ku aty ka mësuar edhe për shumë operacione të UÇK-s të cilat nuk i ka ditur më herët, dhe kjo nuk i bën ato shkrime dhe dokumente të gjetura në shtëpinë e Jakub Krasniqit pjesë të autorësisë të tij, pra dokumentet të cilat i ka përpiluar dhe më pas i ka nënshkruar vet Jakub Krasniqi për t'i përdorur tash prokuroria e specializuar kundër vet Jakub Krasniqit, Thaçit, Veselit dhe po ashtu Recep Selimit. Ndërkaq në pika të tjera, Venkateçvari Alajendra ka përmendur edhe provat nga Serbia, për cilat deri tash kanë folur edhe mbrojtja